por jo të elementi i përgjigjeve të pasinqerta, le të themi. Pasaporta europiane. Pash që insiston dhe më konfirmoi akoma më shumë atë mendimin që kisha krijuar që për çfarë i duhet Edi Ramës kjo. Duket qartësisht që zoti Rama mundohet ta shes sikur është diçka e mirë për mua dhe për ty, për brezin ton, po punon për ne të na bëjë qytetar të barabartë të Bashkimit Evropian, të ndjehemi pjesë e Europës së Madhe. Kam përshtypjen unë që zoti Rama qartësisht punon për historinë. Ai kërkon që e di shumë mirë që një krahasim në historinë politike të këtij vendi, nëse do të shikohet historia e këtyre viteve 50 vite mbrapa në kohë, do ta ketë me Sali Berishën dhe kërkon të ketë një element madhor në historinë politike të vendit, siç Sali Berisha ka për shembull antarësimin e Shqipërisë në NATO, liberalizimin e vizave. Edi Rama punon për historinë, kërkon të ketë këtë shënimin madhor në librin e historisë që ktheu Shqipërinë në Europë dhe jo rastësisht fjalimi i tij i hapjes së fushatës elektorale ishte me Skënderbeun që merrte shpeshherë dhe ka përshtypjen që punon për këtë. Ky është qëllimi madhor i Ramës në këtë fushatë. Koçi, pam një intervistë ku zoti Rama tregonte pak me intonacion të zërit që ishte goxha i qetë dhe në finale kur erdhi çështja te rezultati u shpreh bindur që do ketë një mandat katërt. Vetvetiu ky relaksim i zotit Rama sa i përket rezultatit të zgjedhjeve tregojnë farforme që më themi organizimi i tij i brendshëm strukturor brenda Partisë Socialiste e bën të mendojmë për te 11 maj se sa datën 11 maj. Pra, në mendjen e tij është duke planifikuar se si do të vijojë agjenda e qeverisë se pas datës 11 maj ka një aktivitet të rëndësishëm në Tiranë dhe do, më themi, rëndësishme rezultatit të zgjedhjeve për të do të jetë, më themi, cili nga kandidatët për deputet do performojë më mirë, në mënyrë që dikush prej tyre të jetë më pas edhe bashkëpunëtori i tij ngushtë në qeveri. Vetvetiu intervista tregoi që zoti Rama i mshon mesazhe vetveta, nuk heq dorë nga ato të cilët nis fushatën elektorale, dhe ato mesazhe duket se do t'i përcjelli deri në fund të saj, siç është e përmendi drejti fare mirë çështjen e pasaportës europiane, ku me këtë element në cilin hapi fushatën elektorale të zgjedhjeve parlamentare 11 maj, pritet të jetë elementin cilin do ta mbylli këtë fushatë elektorale dhe mbi të cilën, më themi, do të kërkojë edhe votbesimin për mandatin e katërt. Fiorella. Kryeministri i kujdesshëm që të qëndrojë brenda kuadrit të tij për sa i përket të gjithë retorikës politike për zgjedhjet e 11 majit. Por ashtu si i ndritje mendoj që ishte i pasinqert. Edhe bie në kontradiktë her pas here në përgjigjet të pyetjeve tuaja. Kur e pyetet për problemet, për njerëzit e probleme në partinë e tij, siç ishte rasti i zotit Plaren Drejt, i cili shmari pandehur tashmë nga Spakua, apo edhe të tjerë në Bashkinë e Tiranës, zoti Rama e shmangu duke thënë që nuk do të flas asgjë përveç se për fushatën. Madje për zotin Drejt sa që nuk ka shkuar, nuk ka probleme, është ende një çështje minore sipas tij, duke e bërë sa minimale problemin për partinë e tij. Por kur vjen puna për folur për Donald Trump dhe investimet e familjarëve të tij, flet lirshëm dhe nuk e ka këtë qësimin që duhet flasë vetëm për fushatën elektorale. Ka një pjesë tjetër kur flet për sondazhistët e Donald Trumpit për vete, që flet që nxjerrin dhe Partinë Socialiste fituese, por nga ana tjetër në vlerëson strategu në fushatës elektorale. E pyetet për rritjen e çmimeve. Për shembull, këto janë disa nga pyetjet. E pyetet për rritjen e çmimeve, dhe tha nuk është e vërtetë. Tha që sa është një problematik, por tha kemi rritur pagat, por sa e drejtë është në çfarë raporti është kjo rritja e çmimeve me rritjen e pagave. Nga ana tjetër e pyetet për rezolutën e partive të djathta. Zoti Rama tregoi edhe një herë që e ka shumë me merak pjesën e asaj se çfarë duket. Çka do thotë që pavarësisht se ata lider të cilët janë dhe kryeministra të vendeve të cilët do të vinë vërtet në Tiranë me 15 dhe 16 maj. Pavarësisht se ato kanë firmosur një rezolut për sa i përket që është propozuar nga Partia Demokratike, për të është rëndësishme që ata vinë në Tiranë dhe do festojnë, pasi është do të jetë një farë takime festi që i bën zoti Rama takimet në Tiranë me 16 maj. Çka do thotë që për të është rëndësishme që do vinë, do t'i shtrëngojnë duart dhe nuk është rëndësishme çfarë kanë shkruar, pavarësisht se ai thotë edhe duke bërë sa minimale rëndësinë e këtyre rezolutave, kur vetë zoti Rama ka firmosur një rezolut në Këshillin e Evropës për Kosovën, për sa i përket dhe e ka miratuar e Parlamentin e Shqipërisë të dërgojë atje, për sa i përket
genocidit për sa i përket raportit të Dick Martin. Kështu që zoti Rama në të gjithë retorikën e vet bie në kundërshtim në disa pika, por nga ana tjetër i qëndron besnik asaj se çfarë ka thënë në fushat, ishte u tregua shpeshherë i kujdesshëm ju kur thonte që duhet të qëndrojmë brenda fushatës për të mos dalë jashtë. Dhe gjithçka që bie kur nuk flet për rritjen e çmimeve dhe kur nuk flet për rritjen e pensioneve, është ajo se çfarë tham, që zoti Rama nuk ka një program për këtë mandat. Por është i bindur dhe një pikë tjetër çfarë unë paktën e shikoj si mesazh përfundimtar të tij në këtë intervistë ka të bëjë që nëse i dalin pritshmëritë